Kërë një bukë në Sa lumë të është kesi si të shëf me kafe. Jo, s'është e kesit, është e limit. Hajko. Jo. Pse kam pa kesi të të? Pa ka përdor kesi. Jo, më se jam una shumë me i lën kesi gjërat e veta, me ja përdor unë. I bosh mua beta i. S'merë me ata detajet kota. Ata janë bosh mua beta. Se vajla limit mi thonë që ma me... Hajde. Andrea Pibbasa Hajde, Alba. Po hajde. O Riku, le, pastaj t'i lajmë, hajde. A jemi gjithë këtu? Elinara. Po të se pëtën qafin me ta? Hajde. Alba. Fermer, Agaj për me sfidave ju ka provuar durimin, aftësitë tuaja dhe bashkëpunimin në grup. Një sfidë të tillë do të keni edhe sot. Te arena jashtë do të gjeni 6 kova dhe 6 fuqi bosh. Aty fillon edhe starti i sfidës. 6 kova, 6 fuqi. Bosh. 6 fuqi. 6 kova. 6 fuqi boshe. Fuqi. Po. Aty edhe fillon starti i sfidës. Me rënien e gongut të ndarë në dyshe, do të niseni drejt urës së madhe. Aty do të keni 4 litare ku janë lidhur ganxha për të mbajtur kovën. Do të hapni portën e urës dhe do të shkoni te litaret për të vënë kovën te ganxha dhe ta hidhni në ujë. Pasi e keni mbushur, do të shpejtoni për tek fuqia që ta transportoni ujin atje. Dyshja që e mbush më shpejt fuqin shpallet fitues. Një detaj, kovat janë me vrima, ndaj duhet që të qëndroni të bashkuar që uji të mos dal nga vrimat. Dyshet janë Anduel Bigbasta, Ylli Andrea, Alba Ron, Erand Elinara, Ndiqobe o Andrea, Erand Elinara, Frederik Ester, Lim Nur. Big Mama... Po normal, si të boni zhurm nuk e ndigjoni. Anduel Bigbasta, Ylli Andrea, Alba Ron, Erand Elinara, Frederik Ester, Lim Nur. Big Mama do të mbikëqyrësh sfidën. Pas përfundimit të sfidës, do të keni një komunikim të dytë nga Agaj. Edhe ato vrimat... Ato vrimat do t'i mbani, do me thonë, me trup, jam me dur. Mo shpikni si keni zakonet, se ndë gjona të reja. Me rënjën e gongut? Po, me rënjën, po me njerë dhe bjen ro... Me njerë vesh një atlete gjonat, atë mere. Au, Andrea, sa herë, po ta... Ku është Andrea, mi? Ti, Eran. Qa boni ma këshumë dhe emrin s'na e zenin gojë, emrin... Shpejt vesheni edhe jashtë. Që u bova ki maro sfida, shkote fakiri, sa buk prap. Po mire, ta që se dishim, Se dishim tu kje gongu shpejt, ikim luft. E po shtash, e dini ku keni hynë, së më interesat. A zjatë shumë kjo se më ftofemi rrugës.
Tani unë se kuptova si ishte kjo. Na shpjegoj edhe herë Big Mama. Me këto kova do mushim këto kovat. Këto kova do nisim, do shkojmë atje kemi litar, do e mushim ke lumi dhe do mundohemi mos me ashtu. Pra do kalojmë të këtu? Me kovat që janë me bira, Por kokane, po çfarë do bësh? do mushim këto fuqijat. Ma dogone, po çfarë do marrësh me këtu? Me ato do marrim ujtë atje me litar, hop këtu. Sa litarë në të? Po di unë tani. Më të 2, 6 litarë, po. Po, ku është uji aty, valla? Ora, lum. Poshtë është. Aha. Koncentrim? Me kë jeti Andrea? Ja, me këtu. Jo, me Big Bass. Jo, shok, është andojnë me Big Bass. Kush? Andojnë. Ah, po, Andrea. okej. Okej, hajde. Okej, vetëm lart, qive lart. Su morë vesh që japim vesh juve, me shkujve bashkë, valla. Të nisha? Është çështje interesi atje valla, e kupton ti? Atje është gjitha. Po vetëm kena këtë pengesa këtu. 1, 2, 3, kurse ta ajo e verdha. Ta ajo e verdha do ulen ato poshtë, okej? Ta ato pengesat e verdha. Jo, prap, dërsa ti gjejmë ne këtu. Bukuri. Ti keni dhe me thonë derë. Po, edhe aty poshtë është lumi. Pra do mbushim aty të lume dhe do vim pastaj këtej. Po, vetëm atë derën sajrë që shkoni do ta hapni në ta mbyllni kur dilni. Ha? E mu shuj, sa litarë janë? Na shpjegoj edhe herë këtë punën e litarëve se s'po e kuptoj. Lexoja. Ç'është këta shoh? Se nune Kovat janë atëherë. Do të hapni portën e urës sot dhe do të shkoni te litarët për të vënë kovën te ganxha dhe ta hidhni në ujë. Po, që ku ka kanë litarët aty? Janë atje, po këto. Pasi e keni mbushur, do të shpejtoni për tek fuqia që transportoni ujin atje. Këto janë thjesht pengesa plako. Po prapa E pengesa. kupton? Këto janë thjesht pengesa. Okej. Nëse keni... Okej, se unë menova që do vem kovat militarëve. që ku i keni ato litaret? A i shifni ato trakët që i vendojni? Eshte, po. Për të ndarja. Edhe për ty, Jo, për këtë ty. rast. Po, për mu gjithë. Për gjithë. Për mu. Apo këta në kohë? Ja ku i kena kohën të. E lishosh, mos e lishosh tash, ora. Kohët. Shumë rrugë. Duhet vim, Po, do t'i kalojnë të kapërse me ta. Po. nuk vim do të vetëm unë për shembull me vrap? Jo këtu. Duhet vim të dy. Këto janë kovat me bira, Dhe me kene e majtë me kena menu që shtu, dorë, ku ta mushim atje. Ja ta pyesim mirë. Big Mama, Po një kena të dy. Kena me mush ta. Ujë, ka mu marë të lumi, me litarë. Ç'ke, më tani. po mos duhet ta mbajmë. O mama, duhet ta mbajmë të dy njëkohësisht apo nuk ka rëndësi? Të dy njëkohësisht, o bashkum, o me dur, o me trup. O me Deri te çfarë? ura. Ata në gjithë njëjtën kohë, a? Të gjithë në njëjtën kohë. Ku ina Vjen nama? gongu kush para shkon? Po do të kaloj gjithmonë pengesat, ha? Po, normal se do të kat. A kat prit. A më këtë mikrofonin duhet ta kesh në shtëpi. Mama, si merret ajo tani? Në trup, këtë edhe këtë ka. Nuk do t'i hekesh, mbasi vendon edhe këtë e mban. O ti njerëz, pengesa duhet t'i kaloni, e shihni tak. Që? Po, duhet t'i kalosh pengesa.
Nga duhet kalojmë tani. Prit një vesh këtë. Non stop kova du të me majtë 2 O veta. mama, ku është O me rruga? dorë, o me trupin. Prit një sekundë. Rruga! Ne kemi 3 Rruga që kthehemi. Kjo është rruga dhe kjo është kthimi. Ku do shkojmë? Duhet kalojnë gjitha pengesat po. Si, duhet i kalojmë kështu nga lart. Kështu. Nga lart, jo ansore. Po më kaloj si dushët. Poshtë. Si poshtë. Ama, qysh mu. Jo stallën. Hajde.